Ajo ne? Si e kena këtë publikun që ka votu mër Mario. Kam frikë që po të le vërteta kretë duket. Si s'më vlerësove herë mu mos e të kodol kretë. Top 3-a jem, kam i mujtë që e thëm. Pjeta? Si se vlerësove herë atë që i thëmun. Se më në e thu i afus këtë të ishte të njën. Hape veshin, një e Marion, hape veshin. Lene umen. Huna të kalon bal. Huna ty të kalon bal. Hape veshin. Qërë, humë mërti gjestin e ke post 504 të mërë qafë, thumë mërë marë. Ore, ku shë fiton mërë Big Brother mërë, aje interesim mërë. Teshti, lene mërë po lene. Nuk je për parashikime, gjithsesi. Egli herë e qoj porosin amanetin e familit deri në momentin e fundit. Edhe tha, sa të kërë Big Brother, unë dërshkoj, pra supozot me kanë në shpi, e taku familjar. Se pra të kohë pra të kohë. Për kunasi, me gjestin prap në fest, që një e mje... Shkoj mirë të mos në shojnë kërkush. Një e mje të ndojmë këtë punë, jashtë kamrave. Pra, ajo ka him me kry një amanet familjes dhe momentin e fundit. Edhe spjegimi më i mirë i Servilosjes është ajo që bajnë përgjithësi tanë që dalin për aty, po kjo sidomos. Mario, unë e ti kur i thrasi me emër njerëzit, çfarë konotacionit kena, për shembull kur thamë Eglitako. A do të thonë, çfarë konotacionit? Këto që është unike në llojin e vet, domethënë, unike. O Eglitako. A do të mintë me të ndonjë? Eglitako pra. Kush po fiton sonde çuna? Për shumë vjet po është, faleminderit shumë, kush po fiton dështi. Zuar gjithë bashkan. E kena fanës të fanë, Marja Rozana, unë thëmë gjesti. Na ka ndojtë dhe dy në finale. Joni për shpirt donte që të fiton të Gerta, po tash është i gëzum që s'ka dalë në këtë 4 ulës. Po pra Marja, por ne jena të përgjigj pyetjes të ardhë. Ty që të pëlqen Gerta për nga ftohtësia, si duket kur thot për shkakun shpresoj ta fitojnë gjesti? Sa ftohtë të duket se ty kjo të pëlqen, kjo ftohtësi të pëlqen? Jash. Mu nuk më duket ftohtësi, mu më duket përkundrazi shumë e ngrohtë. Pra është aq gjak nxehtë sa bën çmosin me pa tjetër duke humb. Atëherë, e para, Gerta është jashtë dhe unë nuk analizoj më njerëz janë jashtë. E dyta, nëse të më pyet. Prit pra. E dyta, nëse të më pyet se si e tha ashtu, e ka thënë për Inat Rozanc. Po Inadi nuk është ftohtësi, Inadi është gjakëzetësi. Edhe herë pra, është jashtë ajo. Nuk më intereson më se si e lot ajo, ajo është mund të jetë gjakënxehtë ajo. Unë them çka. I ka boton sezonin. Ja. Vetë ti ke thënë, më që më pëlqen që është ftohtë që ja futbollit kështu. Ftohtë, jo vetëm e ftohtë, më s'ka bë viktimën më vonë. Me bë viktimën. Kret me synim qartë gjakëzetësi jetë ashtu. Mario filloi shumë shpejt kjo. Spot. Po më ke ka fik televizori, a shef? Jo. Shpresojmë që të dalin fituesi. E di ato që do dilja. Që e di e di kur është publiku që vendos, s'ka di që ti, e di që do dilja unë në tretë. Ndjeja, tha. Ndjeja. Ndjeja një renditje si mas këndvështrimit tem, tha, Rozana Gjesti, Laerti dhe Egli, shumë. Kjo, iku Mario se filloi tash duhet me e pas. Atëherë, suksese Gertës. Shumë. Për fitoren e Gjestit. Shumë. Vazhdojmë shtesë Rozanën deri në fund. Do futesh, veç, do futesh. Po si do futem më vëlla, kur më ke pati mu me komplekse më. Po s'jam më prej aty në më zemra jeme, më. S'jam më prej. Nuk është interes publikut kjo. Filloj, hajde ta shohim tash çfarë. Hajde gëzuar. Mos le, Jo.